Përshëndetje, jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark në Tiranë. Ndeshje e kampionatit kombëtar të volejbollit kategoria superiore ndërmjet Dinamos dhe Skënderbeut. Ekipi i Dinamos paraqitet në këtë ndeshje me këtë përbërje: Kiri numri 1, Gengo numri 2, Rakip numri 3, Pira numri 4, Kurerova numri 6, Suvaria numri 7, Lama numri 8, Lapa numri 9, Gengo Bego numri 10, Atepalina numri 13 dhe Sulejmani numri 15. Ekipi i Dinamos ka 2 mungesa sot për shkak dëmtimesh. Mungon Bregu dhe Najara. Ekipi i Skënderbeut në këtë ndeshje paraqitet me këtë përbërje: Gjyshja, Metanj, Nako, Miliku, Mullalli, Da Silva, Gjengo me numrin 10, Gjaholli, numri 11, Jola, numri 13, Fernandez, numri 14 dhe Ribeiro Martins. Për ekipin e Skënderbeut, trajner janë Eriols Haxhillari dhe asistent Julian Shishi. Për ekipin e Dinamos, trajner janë Orlando Koja, krye trajner dhe asistent Kliton Dodaj. Rezultati 2-2. Jemi në setin e parë të takimit. Atepalina sulmon fort, mbrohet mirë Skënderbeu, kalim topi nga numri 3. Sulmon Dinamo, ka qenë Atepalina, mbrohet përsëri Skënderbeu. Kalim topi, Bego në mbrojtje. Kurerova ka tentuar ta kaloj, Kurerova është kapur në blok, e pavëmendshme Kiri atje, vjen pika e 3 për ekipin e Skënderbeut.
Ka shënuar Lama për ekipin e Dinamos nga shërbimi. Najada Lama me numrin 8 në shërbim për Dinamon. Pret Metanj. Ka gabuar Metanj me numrin 3 në pritjen e topit të parë. Nuk ka pasur vazhdim loje edhe nga numri 6 aty i Skënderbeut. Fernandez de Oliveira. Parazohet rezultati 10-10. Vazhdon shërbimi Lama me numrin 6. Numrin 8 më falni. Pret Metanj për sëri. Ka sulmuar fort numrin 9. Vjen pika 11 për ekipin e Skënderbeut. Ka kaluar në shërbim numri 13 Ribeiro Martins Ester Vitoria. O sa numra pas kanë këto. Gërma pa fund. Pret Lama. Sulmon Bego fort në vitë drejt. Mbrohet mirë libero e Skënderbeut. Lama mbrohet për Dinamon, Bego për sëri, ngecje mbrapa blokut, e vëmendshme libero e Skënderbeut, Jolla e pret topin, vazhdim loje, Bego për sëri, sulmon në krahun tjetër, ka qenë Metanj me numrin 3 në blok dhe Mulali, blokout e ka marrë pikën Bego, barazohet rezultati 11-11. Në shërbim ka kaluar Pira për ekipin e Dinamos. Jennifer Pira me numrin 4. Ka gabuar Pira në shërbim, topi saj në rjet, i dhuron pikën e 12 Skënderbeut. Në shërbim Mulali, Sindi Mulali me numrin 10 për Skënderbeun. Një nga qendrat e Skënderbeut. Jashtë, ka gabuar edhe Mulali. 12 Dinamo, 12 Skënderbeu. Në shërbim Bego me numrin 10 për ekipin e Dinamos. Metanj sulmon fort nga pozicioni 4 në vitë drejt, ka qenë Bego atje në mbrojtje, nuk ka arrin të mbrojt, e ka marrë pikën Metanj. Vjen pika e 13 për Skënderbeun. 12 Dinamo, 13 Skënderbeu. Në shërbim numri 9, kini durim për emrin Da Silva Balhinjas Isabela Kristina. Pret Bego. Sulejmani me numrin 15, sulmon fort nga pozicioni 4, e ka marrë pikën Sulejmani. Barazohet rezultati 13-13. Ka kaluar në shërbim Sulejmani me numrin 15 tani për Dinamon. Ka dhe një interesim të let nga sportdashtit në Pallatin e Sportit Fark, megjithse është pak vonë. Sulejmani në shërbim, ka gabuar. Shërbimi i saj i jashtë, i dhuron pikën e 14 të Skënderbeut. Deri në këto momente rezultati po shkon pik për pik. Ndrim për ekipin e Dinamos. Largohet Sulejmani me numrin 15, në lojë Llapa me numrin 9. I ka përshtatur skemat trajneri Koja sot për këtë ndeshje. Ka sulmuar Atepalina për Dinamon, është kaluar topi nga përsëri
tek Dinamo, ka qenë e vëmendshme atje organizatorja Kurerova, ka sulmuar direkt, e ka marrë pikën, barazohet përsëri rezultati 14-14. Ka kaluar në shërbim Ate Palina me numrin 13 për ekipin e Dinamos, një nga qendrat e Dinamos. Mbrohet mirë Skënderbeu, Gjyshja në këtë trehapsh, është kapur në blok, organizohet përsëri Skënderbeu, ka sulmuar numri 13 për Skënderbeun. Ribeiro Martins është kapur në blokun 2 të Dinamos. E kanë kthyer topin në fushën e Skënderbeut. Vjen pika e 15 për Dinamon. Vazhdon shërbimin Kurerova. Jo më falni, numri 13, Ate Palina Anastasia, qendra e Dinamos. Mbrohet mirë libero Jolla. Sulmon nga vjet dytë me Tanj. Është kapur në blok nga qendra tjetër e Dinamos, Pira me numrin 4, vjen pika e 16 për Dinamon. 16 Dinamo, 14 Skënderbeu në këtë set të parë të takimit. Vjen me njëherë pushim i kërkuar nga trajneri i Skënderbeut, Eriols Haxhillari. Shfrytëzojmë rastin në këtë pushim për të bërë edhe një prezantimin e ekipit të Dinamos. Kiri me numrin 1, Gengo me numrin 2, Rakip me numrin 3, Pira numri 4, Kurerova numri 6, Suvaria numri 7, Lama numri 8, Lapa me numrin 9, Bego numri 10, Ate Palina Anastasia numri 13 dhe Sulejmani numri 15. Janë rikthyer vajzat në parket, në shërbim Ate Palina, mbrohet mirë Skënderbeu, topi ka kaluar në pozicionin 2, trehapsh aty nga qendra Gjyshja, e ka marrë pikën Gjyshja, vjen pika e 15 për Skënderbeun. Ka kaluar edhe në shërbim tani Gjyshja. Lama, Kurerova, Bego nga vjet dytë, mbrohet mirë Skënderbeu, Gjyshja ka sulmuar nga pozicioni 4, numri 13 i Skënderbeut, Ribeiro Martins, është kapur në blok, por bloku është kthyer brenda fushës Dinamos, barazohet rezultati 16-16. Vazhdon shërbimin Gjyshja me numrin 2. Ish lojtare Dinamos që këtë sezon luan me Skënderbeun. Ka gabuar Gjyshja në shërbim, i dhuron pikën e 17 ekipit të Dinamos. Ka kaluar në shërbim numri 6, organizatorja e Dinamos, Ksenia Kurerova. Ka gabuar në shërbim, i dhuron pikën e 17 ekipit të Skënderbeut. Barazohet rezultati 17-17. Në shërbim numri 6, Fernandez de Oliveira Letica, një nga lojtarët e huaja të Skënderbeut, e ardhur si përforcim këtë sezon. Nuk është marrë vesh atje Lapa dhe Bego në pritjen e topit. Ka shënuar direkt nga shërbimi i ekipit Skënderbeut. Vazhdon shërbimin numri 6 për Skënderbeun. Lama, Kurerova, Pira, ka sulmuar Pira fort nga pozicioni 3, e ka marrë pikën, nuk arrin në libero Skënderbeut aty të mbrohet, në fakt e ka kapur topin, por nuk ka vazhdim loje. Ndrim për ekipin e Dinamos, largohet Lapa me numrin 9, në lojë Sulejmani me numrin 15. Barazim rezultati 18-18.
Ka sulmuar fort nga pozicioni 2 Da Silva. Izabela Kristina e ka marrë pikën për Skënderbeun. 18 Dinamo, 19 Skënderbeu. Ka kaluar në shërbim tani Ribeiro Martins me numrin 13 për Skënderbeu. Kiri ka kaluar topin në fushën kundërshtare, ka sulmuar me tanj me njëherë, ka pritur topin Kiri përsëri. Bego ngecje të vëmendshme vajzat e Skënderbeut, me tanj sulmon Kiri. Kurjerova, Sulejmani e ka marrë pikën Sulejmani në këtë sulm të fort nga pozicioni 5, nga pozicioni 4, më falni. Barazohet rezultati 19-19. Në shërbim numri 4, Pira për ekipin e Dinamos. Mbrohet Ribeiro me tanj. Ka sulmuar me tanj në vitë drejt. Nuk arrin atje Kurjerova të mbrohet. Vjen pika e 20 për Skënderbeun. Ka kaluar në shërbim Sindi Mullalli me numrin 10 për Skënderbeun. Kiri, Kurjerova në pas, Sulejmani fort. Mbrohet mirë Skënderbeu me tanj, sulmon, është kapur në blok të herë nga Bego dhe Ate Palina. Nuk ka vazhdim nga vajzat e Skënderbeut. Vjen pika e 20 rezultati. Baraspesh në këtë set nga të dy ekipet. Herë kalon një ekip përpara, herë tjetri me nga 1 pik, 2 pik maksimumi. Me përjashtim të fillimit të setit që Skënderbeu pati një shkëputje prej 3-4 pikësh, pas pikës së 10 rezultati ka qenë i barabartë pothuajse. Bego në shërbim. Ka gabuar numri 13 atje Ribeiro Martins, nuk është marrë vesh edhe me liberon e Skënderbeut Jolla. Vjen pika e 21 për Dinamo. Bego në shërbim, Ribeiro me tanj, ngecje mbrapa bllokut e vëmendshme Bego. Kurjerova në pas, Sulejmani e ka ngecur topin mbrapa në pozicionin 1. Asnjë nga vajzat e Skënderbeut nuk ka qenë atje, ka kërcyer fort Sulejmani mbi blok e ka marrë pikën. Pikë e rëndësishme kjo. 22-20 rezultati, detyron trajnerin e Skënderbeut Eriols Haxhillari të kërkoj pushimin e dytë. Ka gabuar numri 9 i Skënderbeut Da Silva, Izabela, prekje rjete, vjen pika e 23 për ekipin e Dinamos, 23-20.
23 Dinamo, 22 Skënderbeu. Pushimi kërkuar nga trajneri i Dinamos, Orlando Koja. Janë rikthyer vajzat në parket. Në shërbim numri 9 për ekipin e Skënderbeut. Pret Bego, Kurerova, Sulejmani sulmon fort, e ka marrë pikën Sulejmani, vjen pika 24 për ekipin e Dinamos, 24-22. Edhe një pikë që të mbyllet seti i parë i takimit. Ka kaluar në shërbim numri 15 Sulejmani për Dinamon. Të shohim do ta mbylli setin. Mbrohet Skënderbeu, gjyshja në 3 hapës. E kap mbrojtjen Kurerova, Sulejmani nga vjet dytë. Mbrohet Skënderbeu, me tanj ngecje e vëmendshme Bego. Atepalina kalim topi. Edhe një Skënderbeu mbrohet mirë. Sulmon nga vija e dytë. Numri 13 Ribeiro Martins është kapur në blok nga Atepalina, por nuk ka vazhdim nga vajzat e Skënderbeut, nga vajzat e Dinamos, më falni. 24 Dinamo, 23 Skënderbeu. Në shërbim numri 3 me tanj për Skënderbeu. Bego, Kurjerova, Lama, mbrohet mirë me tanj. Nuk ka vazhdim loja atje nga Da Silva me numrin 9. E ka marrë pikën Dinamo. Mbyllet seti i parë me rezultatin 25 Dinamo, 23 Skënderbeu. Sonja, Sulejmani. Gati për të nisur seti i dytë i takimit. Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark në Tiranë. Kampionati kombëtar i volejbollit kategoria superiore, Dinamo Skënderbeu. Kujtojmë që pak më përpara është zhvilluar edhe ndeshja e grupmoshës U18 ndërmjet Dinamos dhe Vllaznis. Ndeshje e bukur, është mbyllur me fitoren e Dinamos me rezultat 3-2. Akademia Klub Volejboll Dinamo, ndër të vetmet akademi në vend me pjesëmarrje në kampionatin kombëtar të volejbollit me të gjitha grupmoshat. Merr pjesë me ekipin e parë, grupmoshën U20, grupmoshën U18 dhe grupmoshën U16. Eja edhe ti pran Akademisë Klub Volejboll Dinamo, sepse këtej dalin sportistët e së ardhmes. Sponsor general i Klub Volejboll Dinamos, Vezareas. Udhëzon vajzat e tij aty trajneri Orlando Koja së bashku me asistentin Kliton Dodaj, gati për të nisur seti i dytë i takimit.
Në shërbim gjyshja për ekipin e Skënderbeut me numrin 2. Pret Lama, Bego, Sulejmani fort, mbi blok, e ka marrë pikën Sulejmani. Vjen pika e parë për ekipin e Dinamos. Ka kaluar në shërbim Bego me numrin 10. Metanj, numri 6. Ka kaluar topi në fushën e Dinamos, e vëmendshme atje Kurerova e ka sulmuar topin direkt e ka marrë pikën. Vazhdon shërbimin Bego me numrin 10 për Dinamon. Ka gabuar Bego në shërbim, i dhuron pikën e parë në këtë set të dytë të takimit të ekipit të Skënderbeut. Në shërbim numri 6 për Skënderbeun Fernandez de Oliveira. Ka gabuar jashtë shërbimi i saj, shumë jashtë. Ka tentuar pozicionin 1, nuk ja ka arritur. Vjen pika e tretë për Dinamo. Në shërbim Sulejmani me numrin 15. Pret Metanj, jo sakt, Jolla, sulmon numri 13 i Skënderbeut, pret Kiri, Lama në këtë diagonale të gjatë, mbrohet mirë libero e Skënderbeut, kalim topi, Lama pret topin, Kurerova, Bego nga vije dytë, mbrohet Jolla. Ka sulmuar numri 9, Da Silva, shkapur në blok aty nga Lama me numrin 8 e Dinamos, vjen pika e 4 për Dinamo. Duket se ka nisur mirë këtë set Dinamo, në ndryshim nga seti i parë, që ka patur një shkëputje nga Skënderbeu. Vazhdon shërbimi Sulejmani me numrin 15 për Dinamo. Metanj, Fernandez në pas. Ka sulmuar numri 9, Da Silva. Isabela e ka marrë pikën. 4 Dinamo, 2 Skënderbeu. Në shërbim numri 13, Ribeiro Martins. Një nga përforcimet e Skënderbeut. Bego, mbrohet mirë, Kurerova, Lama. Block out, e ka pritur në blok numri 9, Da Silva, vjen pika e 5 për Dinamo. Pes Dinamo, 2 Skënderbeu. Në shërbim ka kaluar një nga qendrat e Dinamos, Atepalina Anastasia, e ardhur si përforcim kjo për Dinamo këtë sezon. Në shkapur në blok sulmi Skënderbeut, Atepalina e vëmendshme, Kurerova, Lama sulmon fort, nuk arrin atje bloku dysh i Mullallit dhe i Da Silvës. Ka kaluar topi në mes të dy vajzave të Skënderbeut. Vjen pika e 6 për Dinamon. Detyron trajnerin e Skënderbeut Eriols Haxhillari të kërkojë pushimin e parë në këtë set të dytë të takimit. Përmendim edhe një formacionin e Dinamos në këtë ndeshje. Ka në dispozicion këto vajza: Kiri me numrin 1, Gengo numri 2, Rakip numri 3, Pira numri 4, Kurerova numri 6, Suvaria numri 7, Lama numri 8, Lapa numri 9, Bego numri 10, Anastasia Atepalina numri 13 dhe Sulejmani numri 15. Për Dinamon ka 2 mungesa sot për shkak të dëmtimit, mungon Bregu, mungon dhe
Stefani Najara. Ka ardhur pika e tretë për Skënderbeun. Trajner për ekipin e Dinamon janë Orlando Koja dhe asistent Kliton Dodaj. Sponsor general i ekipit të Dinamos Veza Reas. Lama, Kurerova, Bego kalim topi, Mullalli pret për Skënderbeun. Gjyshja sulmon nga pozicioni 3, e vëmendshme Kiri, Kurerova, Bego ka gabuar Bego në këtë sulm nga pozicioni 1. Gjuajtja e saj ka qenë në rrjet, i dhuron pikën e 4 të ekipit të Skënderbeut. Ka kaluar në shërbim tani Mullalli me numrin 10 për Skënderbeun. Bego, Kurerova, Pira, mbrohet mirë Skënderbeu. Është kapur në blok, ka tentuar për një ngecje Da Silva nga pozicioni 4. Topi ka qenë shumë pranë rrjetës, vështirë të realizojë sulmi, ka tentuar ngecjen, është kapur në blok. E ka marrë pikën Dinamo. 7 Dinamo, 4 Skënderbeu. Ka kaluar në shërbim numri 6 Ksenja Kurerova, organizatorja e Dinamos. Mbrohet numri 13 Ribeiro. Bego për Dinamon. Lama e ka ngecur topin, ka vazhdim lojë nga vajzat e Skënderbeut. Metanj sulmon nga pozicioni 4, mbrohet mirë Kurerova. Pira në pas, Lama është kapur në blokun 2, atje ka qenë Gjyshja me numrin 2 dhe Da Silva me numrin 9. 7 Dinamo, 5 Skënderbeu në këtë set të dytë të takimit. Në shërbim numri 9 Da Silva, Izabela Kristina. Lama, Kurerova, Pira. Metanj sulmon për Skënderbeun, nuk ka rinë Sulemani atje. Ka qenë një top i diskutueshëm në fakt në vijën fundore, edhe mund ta kishte lënë jashtë. Nuk kishte prekje bloku. Vjen pika e 6 për Skënderbeun. 7 Dinamo, 6 Skënderbeu. Vazhdon shërbimi Da Silva, Izabela Kristina për Skënderbeun. Lama, Kurerova. Ka gabuar Kurerova. Barazohet rezultati 7-7. Ka tentuar të pasojë me një dorë Kurerova, ka qenë në vijën e dytë. Topi ka kaluar në fushën kundërshtare me rregulloren e re. Është faul. Jashtë ka gabuar numri 9 Da Silva. I dhuron pikën e 8 ekipit të Dinamos. Në koment është Theodor Lapa, se haruam ta përmendim. Lama me numrin 8 në shërbim. Organizohet Skënderbeu. Numri 9 Da Silva kalon. Sulejmani fort e ka kapur në blok 2 Gjyshja me numrin 2 dhe Fernandez de Oliveira me numrin 6, organizatorja e Skënderbeut. Për Skënderbeun në fushë janë 3 lojtare të huaja. Është Da Silva, Izabela Kristina me numrin 9, është Fernandez de Oliveira Letica me numrin 6 dhe Ribeiro Martins Ester Vitoria me numrin 13. Bego, sulmon, mbrohet mirë Skënderbeu. Ngecje, Sulejmani e vëmendshme, Kurerova në krahun tjetër tek Bego, mbrohet përsëri Skënderbeu, e vëmendshme Sulejmani atje në këtë kalim topi, e ka ngecur topin, e ka marrë pikën. 9 Dinamo, 8 Skënderbeu. Për Skënderbeun janë në fush 2 lojtare të huaja, është organizatorja Kurerova me numrin 6 dhe Ate Palina Anastasia me numrin 13. 4 lojtare të tjera janë lojtare shqiptare. Është kapur në blok sulmi Skënderbeut. Ka sulmuar për herë të dytë numri 6 Fernandez, e vëmendshme atje qendra e Dinamos Ate Palina me numrin 13, e ka kapur në blok, e ka marrë pikën.
6 lojtare të Dinamos janë në fush, nga të cilat 2 lojtare të huaja, 4 shqiptare. Kalim topi nga Skënderbeu, Sulejmani e vëmendshme, Atepalina është kapur në blok atje nga Gjyshja me numrin 2. Dhjetë Dinamo, 9 Skënderbeu. Nuk kanë përbërje të plot të dyja ekipet. Sipas rregullores duhet jenë 14 lojtare të disponueshme. Dinamo ka 11 lojtare në dispozicion për këtë ndeshje. Skënderbeu ka 10, edhe Skënderbeu 11 lojtare paska. Duke qenë se luajnë me 11 lojtare, janë të detyruara të 2 ekipet të lozin me 1 libero. Për Dinamon, libero është Stella Kiri, për ekipin e Skënderbeut është numri 20 Niki Jolla. Rezultati 11 Dinamo, 10 Skënderbeu. Në shërbim numri 6 Fernandez Olivera, Lama, Atepalina, Sulejmani, jashtë, bloku 2 i Skënderbeut jashtë, ka qenë Mullalli atje me numrin 10, edhe Da Silva Izabela me numrin 9, blok 2, bloku jashtë i ka kaluar pikën Dinamos. Në shërbim Sulejmani me numrin 15 për Dinamon. Metanj, nuk ka arrin Metanj ta presi sakt topin, nuk ka vazhdim loja atje edhe nga numri 9 Da Silva. Vjen pika e 13 për Dinamo. Vazhdon Sulejmani në sulm. Në shërbim, më falni, për Dinamon. Në shërbim numri 13 për ekipin e Skënderbeut, Ribeiro Martins. Lama, Kurerova e ka marrë mbrapa shpinës së vet Atepalinën me numrin 13, veprimi zgjuar ky, e ka marrë pikën Atepalina në këtë sulm nga pozicioni 4. 14 Dinamo, 11 Skënderbeu. Ka kaluar në shërbim Atepalina me numrin 13. Pret numri 13 Ribeiro, Da Silva, Sulmon, nuk arrin atje Lama dhe Pira. Block out. Katërmëdhjetë Dinamo, 12 Skënderbeu. Mullalli në shërbim me numri 10 për Skënderbeun. Pret Lama, Kurjerova, Lama në sulm. Ka gabuar Lama, ka tentuar një diagonale të gjatë, nuk ja ka arritur. Vjen pika e 13 për ekipin e Skënderbeut. 14 Dinamo, 13 Skënderbeut. Vazhdon shërbimin Mullalli, një nga qendrat e Skënderbeut me numrin 10. Bego, Kurerova, Lama është kapur në blok, Kiri e vëmendshme, Kurerova ngecje, e ka marrë pikën Kurerova. Ksenja Kurerova, organizatorja e Dinamos, vjen pika e 15. 15 Dinamo, 13 Skënderbeu. Ka kaluar edhe në shërbim tani Kurerova me numrin 6.
E ka marrë pikën Kurerova, nuk arri numri 13 atje Ribeiro Martins të presi topin në pozicionin 5. 16 Dinamo, 13 Skënderbeu. Me njëherë trajneri Skënderbeut Erjols Haxhillari merr pushimin e dytë, mos gaboj. Janë rikthyer në parket vajzat e të dy ekipeve. Të pranishëm në pallatin e sportit Fark janë edhe dy ish volejbollistet të Dinamos, Alketa Adoçi dhe Lulzime Duka. I përshëndesim dhe i urojmë shëndet të plotë. Metanj organizohet Dinamo, Bego, Sulmon Fort, blockout, nuk arrin në gjyshja dhe Metanj ati në blokun 2. E ka marrë Bego pikën, 17 Dinamo, 13 Skënderbeu. Vazhdon shërbimin Ksenja Kurerova. Nga Federata Shqiptare e Volejbollit është supervizor sot zoti Konal Sigjoka. Nësa shohim. Vjen pika e 18 për Dinamon. Ndrim, largohet numri 6, Fernandez de Oliveira Letica për Skënderbeun. Organizatorja në loj numri 7, Heidi Gjengo. Ka gabuar Kurerova në shërbimin e radhës, i dhuron pikën e 14 Skënderbeut. Në shërbim numri 9, Da Silva, Kiri, Lama Sulmon, mbrohet mirë numri 13 Ribeiro, Gjengo, Metanj, mbrohet mirë Sulejmani për Dinamon, Bego, Sulmon, diagonalen e gjatë e vëmendshme libero e Skënderbeut, Metanj ngecje nga mapa blokut. Ka kaluar topi në fushën e Skënderbeut e vëmendshme gjyshi atje në pozicionin 3, e ka ngecur me njërë topin, e ka marrë pikën. Vazhdon shërbimin numri 9, Da Silva, Kiri, Kurerova, Lama, Gjengo, kalim topi nga numri 13 Ribeiro, Kiri e vëmendshme, Kurerova, Lama, Sulmon Fort në pozicionin 2, Lama, e ka marrë pikën. Vjen pika e 19 për Dinamo. 19 Dinamo, 15 Skënderbeu, seti 2 i takimit. Kujtojmë që në ndeshjen tjetër të zhvilluar në Pogradec, ndërmjet Pogradecit dhe Tiranës, ka fituar ekipi Pogradecit me rezultatin 3-1. Ka shënuar Lama direkt nga shërbimi pikën e 20. Topi në vijën fundore të pavëmendshme vajzat e Skënderbeut. 20 Dinamo, 15 Skënderbeu. Për momentin kryeson kampionatin Pogradeci, ndiqet nga Tirana, Dinamo dhe Skënderbeu. Partizani në vend të 5. Të shohim kush do ta fitojë këtë ndeshje. Në rast se fiton Dinamo, do të ngjitet edhe Dinamo në kryesim, do të ndajnë në vendin e parë së bashku me Tiranën. Në rast se fiton. Me Pogradecin, më falni.
Ka 16 pikë Pogradeci, 14 pikë Tirana, 13 pikë Dinamo. Dhe ndiqet nga Skënderbeu i vendit të 4 dhe Partizani i vendit të 5. 22-15. Vazhdon shkëputjen Dinamo në këtë set të dytë. Në shërbim Lama me numrin 8. Metanj sulmon, Kurerova, Bego ngelse mbrapa blokut, ka marrë pikën Bego me eksperiencën e saj. Ka qenë Metanj me numrin 3 dhe Gjyshja në blok 2. Bego nuk e ka sulmuar topin, e ka ngecur mbrapa blokut, e ka marrë pikën. 23 Dinamo, 15 Skënderbeu. Vazhdon Lama në shërbim me numrin 8. Ka gabuar Lama. Ka kaluar në shërbim Metanj me numrin 3 për Skënderbeun. Kiri, gabon Kiri në pritin e topit të parë. Vjen pika e 17 për Skënderbeun. 23-17, seti 2 i takimit. Ndrim për ekipin e Dinamos, largohet Lama me numrin 8, në loj Lapa me numrin 9. E ka përshtatur si lojtare sot trajneri Koja Lapën, në fakt është libero. Metanj në shërbim për Skënderbeun, pret Kiri, Kurerova. Organizohet Skënderbeu. Ka sulmuar Miliku me numrin 5 nga pozicioni 4. Vjen pika e 18. Pushim nga trajneri i Dinamos Orlando Koja. 23 Dinamo, 18 Skënderbeu. Është bërë dhe një ndrim tjetër për Skënderbeu, është futur në loj Miliku me numrin 5. Janë i kthyer në parket vajzat e të dy ekipeve. Në shërbim është Metanj me numrin 3 për ekipin e Skënderbeut. Pret Sulejmani, Kurerova, Sulejmani, pret libero e Skënderbeut, Gjengo, Miliku, pret Lapa në mbrojtje, Kurerova, Bego, e ka marrë pikën Bego. E ka marrë pikën Bego në këtë sulm nga pozicioni 2. Vjen pika e 24 për ekipin e Dinamos. Në shërbim ka kaluar Jennifer Pira me numrin 4. Të shohim do ta mbylli setin. Ka gabuar Pira. Një dhuron pikën e 19 ekipit të Skënderbeut. Në shërbim Gjyshja, një nga qendrat e Skënderbeut me numrin 2. Ka gabuar Gjyshja në këtë shërbim, i dhuron pikën e 25 të ekipit të Dinamos. Mbyllet seti 2 i takimit me fitoren e Dinamos 25-19. Rezultati me setet 2-0. Seti parë është fituar përsëri nga Dinamo 25-23.
Ka nisur seti i tretë i takimit. Jemi në transmetim live. Volejbollit janë përcaktuar si gjyqtar për këtë takim Enri Zguri, Angelo Brokaj, sekretaria Enja Rama, pikëshënuese Klea Rama, supervizor Konalsi Gjoka. Statistika Tea Stafa. Lama ka gabuar me tanj, atje preki e rjete, i dhuron pikën e 4 ekipit Dinamos. 4 Dinamo, 3 Skënderbeu në këtë set. Pushimi i kërkuar nga trajneri i Dinamos, Orlando Koja. Rezultati është 9 Dinamo, 7 Skënderbeu, seti i tretë i takimit. Në shërbim gjyshja me numrin 2 për ekipin e Skënderbeut. Rezultati 9 Dinamo, 7 Skënderbeu. Lama ka gabuar Lama në pritjen e topit të parë, i dhuron pikën e 8 ekipit Skënderbeut. Ndrim për ekipin e Dinamos, largohet Sulejmani me numrin 15, në lojë Llapa me numrin 9. Bego, Kurerova, Lama, ka gabuar Lama, ka tentuar një ngjecje, nuk ja ka arritur, topi i saj ka ngjecur në rrjet, barazohet rezultati 9-9. Ndrim përsëri për ekipin e Dinamos, largohet Llapa me numrin 9, në lojë Sulejmani me numrin 15. Ka kaluar në vit të parë Sulejmani tani. Lama në shërbim me numrin 8. Jashtë Lama, ka gabuar. Disa gabime resht nga Lama në këtë set të tretë. I ka falur pik Skënderbeut. Barazohet rezultati 10-10. Në shërbim numri 6, Fernandez de Oliveira, organizatorja Skënderbeut. Pret Sulejmani, Kurerova, Bego, sulmon fort, mbrohet me tanj. Është kapur në blok sulmi Skënderbeut, organizohet përsëri me tanj. Kalim topi nga numri 13 Ribeiro, pret Sulejmani, Kurerova, mbrapa shpinës së vet tek Bego. E ka kapur topin libero e Skënderbeut në mbrojtje, por ka gabuar numri 13 në blok Ribeiro Martins, prekje rjete. I dhuron pikën e 1, saj ka qenë në vit të drejt, nuk arrin vajzat e Dinamos të mbrohen, barazohet rezultati 11-11.
Në shërbim ka kaluar numri 13 Ribeiro Martins. Ka gabuar. Shërbimi I saj në rjet. Në shërbim Bego me numrin 10 për Dinamon. Kurerova e vëmendshme. Kalim topi nga Miliku, Kiri, Kurerova, Sulejmani fort. Diagonale shkurtër e bukur e Sulejmanit. Nuk është pozicionuar në diagonalen e shkurtër atje liber e Skënderbeut. Vjen pika e 13 për Dinamon. 13 Dinamo, 11 Skënderbeu. Bego në shërbim. Jolla. Është kapur në blok sulmi I Da Silva, Izabelës. Ka qenë Atepalina atje. Në blok dysh me Sulejmanin. Vjen pika e 14 për Dinamon. 14 Dinamo, 11 Skënderbeu. Atepalina në blok, fort, jashtë, e ka marrë pikën Skënderbeu. 14-12. Jemi në transmetim Lëson. Trajner dhe staf I kualifikuar në drejtimin e profesor Altin Martirit. Bazë materiale bashkohore. Eja edhe ti pranë Akademisë Klub Volejboll Dinamo, sepse këtej dalin sportistet e së ardhmes. Ndërkohë që ne bënim pak reklam, është barazuar rezultati 14-14. Kiri, Kurerova, si dhe presidentin e klubit zotin Eduard Bregu për mbështetjen e vazhdueshme që I jep të gjitha ekipeve të akademisë son. Në shërbim Atepalina. 16 Dinamo, 15 Skënderbeu. Mbrohet mirë Miliku. Ka sulmuar fort Da Silva nga numri 9. Sulejmani. Nuk arrin vajzat e Skënderbeu ta kalojnë topin. 4 takim shjepet nga gjyqtari Endri Zguri. Vjen pika 17 për Dinamon. Ka intensitet loja. Miliku mbrohet mirë në top të parë. Metanj, sulmon. Atepalina mbrohet. Kurerova mbrapa tek Bego. Kalimi thjesht. Miliku mbrohet. E ka kaluar në pozicionin 1, sulmon Skënderbeu, kalim topi. Ka pas disa kalime topi nga Dinamo dhe Skënderbeu, e fundit Skënderbeu e ka marrë pikën. Ka kaluar në shërbim Metanj me numrin 3. Pranë Akademisë Klub Volejboll Dinamos tërviten vajzat që nga grup mosha U8 deri tek U18. 2 salla sportive në dispozicion pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. 4 orare. Orari parë është 17:00 deri 18:30. Dhe orari 2 18:30 deri 20:00 çdo ditë nga e hëna në të premte.
Eja edhe ti pranë Akademisë Klub Volejboll Dinamo. Veza Areas, sponsori general i Klub Volejboll Dinamos. Janë përcaktuar si gjyqtar Endri Zguri, Angelo Brokaj, sekretaria Enia Rama, Klea Rama, pikëshënuse, Konalsi Gjoka, supervizor dhe Tea Stafa, statistika. Për ekipin e Dinamos, kryetrajner është Orlando Koja, asistent Kliton Dodaj. Për ekipin e Skënderbeut, kryetrajner është Eriols Haxhillari dhe asistent Julian Shishi. Gati për të nisur takimin në shërbim numri 6 Kurerova për Dinamon. Sulmon në numri 13 Ribeiro, Kiri në pas, Lama, diagonalen e gjatë, Jolla, mbrohet. Ka sulmuar Ribeiro me numrin 13, është prekur nga bloku. Nuk ka vazhdim lojati nga Sulejmani. Vjen pika 17 për Skënderbeun. Ndrim për ekipin e Skënderbeut. Largohet Gjyshja me numrin 2, në lojë Nako me numrin 4. 19 Dinamo, 17 Skënderbeu. Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark. Në këtë maraton të gjatë ndeshjes volejbolli. Kemi nisur me transmetimin live të ndeshjes grup moshës U18 Dinamo Vllaznia. Ndeshje fituar nga vajzat tona me rezultat 3-2. Ndeshje bukur. Kemi kaluar pastaj në transmetimin e ndeshjes tjetër për ekipin ton. Kategoria superiore Dinamo Skënderbeu. Ka sulmuar numri 9 Da Silva nga pozicioni 2. Nuk arrin atje numri 3 Rakip të mbrohet në blok. Ka dhe një ndrim tani. Është futur Rakip në lojë me numrin 3 për Dinamon. Barazohet rezultati 19-19. Nako në shërbim. Kiri, Kurerova, Lama, sulmon fort, është kapur në blok, vazhdon me Tanji. Jashtë kysumi Ribeiro Martins me numrin 13. Ka tentuar diagonalen e shkurtër në këtë sulm nga pozicioni 4, nuk ja ka arritur. Topi ka qenë shumë jashtë, i ka dhuruar pikën e 20 ekipit të Dinamos. Ndrim për Skënderbeun, largohet Nako, futet Gjyshja përsëri. Në shërbim ka kaluar Lama me numrin 8 për ekipin e Dinamos. Pret Ribeiro. Ka sulmuar Ribeiro, është kapur në blok nga Bego dhe nga Rakip. Organizohet Lama, vazhdim loje. Kiri kalon topin në fushën e Skënderbeut. Jolla, ngecje nga Mullali, e vëmendshme Kiri. Bego, ngecje mbrapa blokut. Kap topin Fernandez, organizohet Skënderbeu, mbrohet mirë Dinamo. Bego tani të shojnë do ta marrë sulmin, po e ka marrë. E ka marrë Bego pikën. Ka qenë në Në shërbim organizatoria e Skënderbeut, Fernandez de Oliveira Letica me numrin 6. Kiri, Sulejmani, e ka marrë pikën Sulejmani, ka qenë bloku 2 atje i Skënderbeut, Mullali dhe Da Silva. 22-20. Në shërbim numri 3 për ekipin e Dinamos, Irina Rakip. Lama, Kurerova, e ka marrë pikën atë Palina në këtë sulm nga 24-20. Ribeiro mbrohet mirë. Ribeiro mbrohet mirë Lama për Dinamon. Kurerova e jep tek Sulejmani.
E mbyll Sulejmani në mënyrën më të bukur të mundshme. Një sulm i fortë. E ka gjetur të papërgatitur Ribeiro me numrin 13. Mbyllet seti i tretë i takimit 25-20. Edhe krejt takimi me rezultat të pastër 3-0. Me këtë fitore ekipi i Dinamos i bashkangjitet Pogradecit në vendin e parë me pikë të barabarta. Por Pogradeci ka fituar derbin me Dinamon, kështu që ngelet Pogradeci në vend të parë me 16 pikë, Dinamo në vend të dytë me 16 pikë, ndiqet nga Tirana me 14 pikë, Skënderbeu 10 pikë, Partizani 10 pikë, Vllaznia 3, Teuta 3 dhe Korabi 0. E mbyllim transmetimin live. I urojmë suksese vajzave tona në ndeshjet e ardhshme. Miru pafshim.